Mira maturant në të gjithë Shqipërinë janë testuar në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë. 20 minuta pas nisjes së provimit, një nga tezat ka nisur të qarkullojë online. Lidhur me këtë rast, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka reaguar duke dhënë siguri se publikimi i tezës nuk cënon procesin, për të cilin sipas saj janë marrë masa për të siguruar standarde të larta. Ministria e Arsimit dhe Sportit garanton se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar mbarvajtjen e procesit të provimeve dhe për të ruajtur integritetin e tij të plot. Publikimi i tezës së provimit të lëndës së gjuhës shqipe dhe letërsi pas fillimit të procesit të testimit nuk e cënon as pak ecurinë dhe besueshmërinë e procesit të provimit të maturës shtetërore. Rreth 27.000 maturant në 145 qendra provimi në të gjithë vendin po zhvillojnë provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë në kushte të qeta dhe në përputhje me të gjitha standardet e sigurisë të parashikuara në rregulloren e maturës. Institucionet arsimore në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit mbeten të angazhuara për të ofruar proces të drejtë, të barabartë dhe transparent për çdo maturant, thuhet në reagimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.